Dasma shqiptare 2017 Paraqet. Përshëndetje. Unë quhem Hajrije dhe jam nën e një vajze dhe vjehra e një burri që hyri në jetën time si një dhëndër dhe përfundoi duke u bërë diçka tjetër që as vet nuk e kisha menduar në fillim. Dhe këtë po e tregoj jo për t'u larë nga faji, por sepse ndonjëherë njeriu mban gjëra për brenda dhe i bëhen barr, dhe kjo është një nga ato gjëra. Vajza ime u martua 20 vjeçe dhe zgjodhi një djalë që në sytë e të gjithëve dukej i rregullt, i qetë dhe pa probleme. Nuk ishte djalë i keq, jo, por nuk ishte as i fortë në karakter. Dhe këtë e pash që në fillim, sepse unë i shoh gjërat shumë shpejt dhe rrallë gaboj. Pas martesës, ata jetonin afër meje, nuk ishin shumë larg. Dhe kjo bëri që të ishim në kontakt pothuajse çdo ditë. Vajza ime punonte gjithë ditën dhe vinte e lodhur, ndërsa ai, dhëndri, shpesh rrinte pa punë dhe ndëronte punë shpesh, dhe përpasoj rrinte më shumë i vetëm, e kështu ndodhte që vinte tek unë her pas here për një punë apo për një hall, herë vetëm se nuk kishte ku të shkonte. Në fillim, unë e shihja thjesht si dhëndër dhe flisja me te ashtu siç flitet me një njeri të shtëpisë, pa ndonjë mendim tjetër. I thoja mendimin tim hapur, sidomos kur shihja që vajza ime po mbante gjithë barrën e shtëpisë dhe ai nuk po merrte asnjë përgjegjësi. Por dhëndri nuk fliste shumë. Sa herë që i thoja apo e kritikoja, ai vetëm dëgjonte dhe tunte kokën. Me kalimin e kohës, fillova ta shihja ndryshe. Jo sepse ndryshoi ai, por sepse unë fillova ta shihja më nga afër. E pash që ishte burr që kishte mbetur në vend, e që kishte nevojë për dikë që ta shtynte, e ta drejtonte dhe ta bënte që të ndihej i vlefshëm. Ndërsa vajza ime atë rol nuk po e bënte më, dhe nuk ishte faj, sepse ishte e lodhur me te. Unë fillova ta therrisja më shpesh, pra dhëndrin tim. Fillova ta therrisja për gjëra të vogla, për të më ndihmuar, për të më rregulluar diçka, e për të më shoqëruar diku. Dhe dhëndri vinte gjithmonë. Nuk ma kthente kur fjalën, sa herë që i thoja diçka, dhe kjo më bëri ta vlerësoj ndryshe, sepse jo të gjithë burrat të vinë sa herë u thua. Një ditë dhëndrit i thash troç që martesa e tij nuk po shkonte mirë, e i thash që vajza ime ishte ftohur shumë dhe që dal nga dal po të largohet, dhe nuk i fola me dorashka. Ja thash ashtu siç e shihja unë. Dhëndri u nervozua, unë ngrit sikur do të ikte.
por i thash ulu, dhe ai u ul. Dhe aty e kuptova që ai kishte nevojë të ndëgjohej. Fillova t'i flisja për jetën time, për martesën time që kisha patur dikur, për vitet që kisha kaluar duke duruar e duke heshtur e duke u bërë sikur nuk po ndodhte asgjë. Ja thash këto të gjitha dhëndrit, dhe nuk ja thash vetëm për t'i rënë në sy. Ja thash sepse ishte e vërteta ime dhe sepse e pash që ai po me dëgjonte me sy të hapur. Pas asaj dite, diçka ndryshoi mes nesh. Nuk ishte diçka që shihej hapur, por diçka që ndjehej. Ai filloi që të mos me shihte më si vjehër të zakonshme. Edhe unë nuk e shihja më vetëm si dhëndër. Mes nesh kishte një afërsi që u krijua pa u folur shumë për të. Një mbrëmje i thash se po të ishte martuar me dikë tjetër, ndoshta do të ishte ndryshe. Nuk përmenda emra, sepse nuk kishte nevojë, e ai e kuptoi, por nuk foli. Por mënyra se si me pa, me tregoi që fjalet kishin shkuar aty ku duhej, pra në kokën e tij. Dhëndri më tha që nuk donte të lashe, dhe që e donte familjen që kishte, por unë i thash që familja tashmë është shumë vonë për ta mbajtur. Sepse të gjithë e dim, edhe te e di, i thash, po dhe vajza ime, por askush nuk po e thot me zë të lartë, sepse ndonjëherë njeriu duhet ta pranojë të vërtetën edhe kur dhemb. Kaluan javë të tëra pa ndodhur asgjë. Nuk ndodhi asgjë konkrete, por tensioni ishte aty çdo herë që ishim vetëm. Çdo herë që vajza ime nuk ishte aty tek ne, shikimet ishin ndryshe. Heshtja ishte e rëndë dhe unë e dija që po luaja me zjarrin. Por e doja roçken e tij dhe nuk u ndala. Ditët që gjithçka u kthye nga ana ime ishte kur vajza u largua për disa ditë për tek familja e burrit të saj, pra tek vjehrit e vet. Unë e dija që kjo largësi do të nxirrte gjithçka në sipërfaqe dhe ashtu ndodhi. Atë mbrëmje, dhëndri erdhi tek unë, i trazuar, i lodhur dhe i humbur, dhe i thash, ulu dhe më ndëgjo. I thash që kishte dy rrugë, ose të vazhdonte ashtu, duke u shtirur, sikur s'kishte ndodhur gjë, ose të pranonte atë që kishte kohë që po ndodhte brenda tij. Dhëndri me pyeti drejt për drejt, me pyeti çfarë do ti, pra çfarë doja unë, dhe për herë të parë nuk u fsheha. I thash që e doja pranë, jo si një dhëndër. I thash dua atë roçkën tënde. I thash që nuk po e detyroja, por që nuk do të bëja më sikur nuk po shihja asgjë, dhe nuk do të hiqesha me njan derisa të provoja roçkën e tij. Ai heshti gjatë dhe pastaj më tha që kishte kohë që po mendonte për këtë gjë, që ishte përpjekur ta largonte mendimin nga unë, por nuk ja kishte dalë, dhe që ndjehej fajtor, por edhe i lehtësuar që më në fund po e thoshte. Atëherë gjithçka u vendos pa zhurmë e pa asgjë tjetër. S'kishim bërë asnjë plan dhe se dinim që pikërisht në atë moment do të nguleshim.
Ishim pa plane, vetëm me pranimin e asaj që kishte lindur shumë kohë më parë dhe që nuk mund të fshihej më. Dhëndri u emocionua dhe filloi të hiqte emocionet. Në fillim filloi ngadalë, e pastaj filloi të hiqte emocionet më shpejt. Njëherë në divan, e njëherë tek tavolina, e njëherë nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.